Boksieri Joshua ngre flamurin shqiptar pas fitores ndaj Prengës. Anthony Joshua u rikthye tek fitoria në mënyrë spektakolare duke mposhtur me nokaut boksierin shqiptar Christian Prenga në Xheda të Arabisë Saudite në një duel që mbajti tifozët në ankth deri nga fillimi deri në fund. Prenga e nisi sfidën në mënyrë të jashtëzakonshme duke rrëzuar 2 herë në tapet ish kampionin e 2 fish të botës në raundin e parë. Joshua arriti të mbijetonte në momentet më të vështira të karrierës së tij të fundit dhe pas pushimit mes raundeve reagoi si një kampion i vërtet. Britaniku e mbylli ndeshjen me nokaut teknik vetëm 27 sekonda para fundit të raundit të dytë, duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt rikthimit në elitën e peshave të rënda. Pas përfundimit të sfidës, Joshua bëri një gest që mori duartrokitjet e publikut shqiptar. Ai ngriti lart flamurin kuqezi të Shqipërisë në shenjë respekti për kundërshtarin Christian Prenga dhe për tifozët shqiptar të pranishëm në arenë. Momenti u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale ku vlerësua si një akt sportiv dhe respekti mes rivalëve. Joshua deklaroi se motivimin për të mos u dorëzuar e kishte gjetur te kuptimi 2 miqve të tij të cilët humbën jetën në një aksident automobilistik në fund të vitit të kaluar. Ndërkohë, objektivi i radhës për britanikun mbetet super dueli shumë pritur ndaj Tyson Fury, për të cilin palët kanë konfirmuar se kontrata është nënshkruar.